Sipas prokurorisë, çështja ka një ngërç. Pamjet filmike janë shkatruar e kësaj nuk mund të dalin në përfundim se cili ishte njeriu që i dha goditjen fatale. U deshëm vetëm pak sekonda për t'i marrë jetën Egli Progës, por më shumë se 15 muaj nuk mjaftuan që prokuroria e Korçës të zbardhë plotësisht një ngjarje të ndodhur në një lokal në zemër të Pogradecit. Në prani të kamerave, dëshmitarëve dhe një rrethi të identifikuar personash që kanë qenë të gjithë pjesë e skenës. Por kjo nuk është vetëm një vonesë. Ky është një dështim i hapur institucional. Si mund të justifikohet një prokuror që pas 15 muajsh punë nuk ka arritur ende të analizojë plotësisht pamjet filmike të një lokali dhe të një marketi përballë? Si ishte mundur që pamjet e fshira çohen jashtë Shqipërisë për rikuperim, ndërsa hetimet vendore ngelen pezull, sikur dëshmitë e tjera dhe provat e tjera nuk ekzistojnë. Në një epokë kur rikthimi të dhënave digjitale është çështje orësh apo ditësh, prokuroria ka nevojë për 15 muaj dhe ende nuk ka një përgjigje të plotë. Ky është një absurd që kërkon përgjegjësi, jo justifikime teknike. Ndërkohë që organi i akuzës i merrte me qetësi fatet, gjykata konstaton shkelje procedurale dhe detyrohet t'i lirojë të dy të pandeurit kryesor. Ndaj vetëm gjykatës nuk kemi ç'i themi. Maruan afatet është e detyruar të respektojë ligjin dhe t'i nxjerrë. Por një i vrarë, një video e fshirë, autor të identifikuar, dëshmitar okular dhe në fund të pandeurit dalin në arrest shtëpie. Jo për mungesë provash, por sepse prokuroria nuk respektoi afatet. A mund quhet kjo drejtësi apo shkelje flagrante detyrës që favorizon pikërisht ata që duhet të jetoheshin më rreptësisht? Të gjithë e kujtojnë ditën e ngjarjes. Policia e trajtoi si zëngje zakonshme. Vetëm kur Proga humbi jetën, nisi vrapi institucional, arrestime, deklarata, sqarime në media. Por drejtësia nuk është një maraton që vrapohet pasi ka rënë gongu. Drejtësia nis në minutat e para dhe aty dështon, dhe dështimi i saj vijoi për 15 muaj të tjerë. Vonesa në mbledhje provash, fshirje provave përpara sekuestrimit, hetimi ngadalë dhe jo progresiv, shkelja fateve procedurale, mos reagim ndaj presionit publik dhe presionit mediatik. Këto nuk janë gabime teknike. Këto janë simptoma të një sistemi që toleron zvarritjet dhe shpërblen mosveprimin me lirimin e të akuzuarve. Prokuroria e Pogradecit thotë se nuk mund të bënte më shumë për këtë çështje. Por a mund t'i shpejtonte ajo hapat për të patur një proces gjyqësor? Këtë mbase edhe mund ta bënte. Kushtet dhe provat ishin. Gusht 2024. Egli Proga ftohet nga një njohuri i tij për të dredhur një cigare në një nga lokalet e Pogradecit. Personat që ulën me të do të bëheshin edhe autor të vrasjes. Mes tyre shpërthen një konflikt. Jashtë lokalit, sipas të dhënave të policisë, ai goditet me një grusht. Rrëzohet dhe bie pa ndjenja. Askush nuk njofton ambulancën. Kushuriri i Progës, që ndodhej pak më tej, kur e shet afërmin e tij të shtrirë në tokë, fillon të kërkojë ndihmë. Sipas dëshmitarëve, u deshën 30 minuta nga momenti i rrëzimit deri në mbritjen e ambulancës, e cila dërgon më pas atë në spital. Pas disa orësh, Proga ndron jetë. Fillimisht policia e trajton ngjarjen si një zëng të zakonshme mes dy personave. Zakonisht në raste të tilla, jo vetëm në Pogradec, por pothuajse kudo, përveç Tiranës, policia vepron me ngadalësi. Ajo shpesh nuk nxiton në terren dhe pret që dikush të bëjë një denoncim, që më pas thras palët e përfshira në konflikt. Kështu ndodhi dhe atë ditë. Askush nuk e mendonte se do të përfundonte me një vrasje. Vetëm kur Proga humbi jetën në spital, policia reagoi me shpejtësi. Autori nuk ishte shpallur në kërkim deri në ato momente. Sapo njoftua se goditja kishte sjellë vdekjen, Denis Meçe u dorëzua vetë. Akuza që do të ngrihej ishte e rëndë. Avokati i tij dhe strukturat përkatëse përcaktuan më pas hapat ligjore që duhet të ndiqeshin, gjë që në vetvete nuk ka asgjë të palishme. Megjithatë, ndërsa çështja avancoi, lindën akuza dhe pakënaqësi të forta në opinionin publik lidhur me mënyrën e veprimit. Shpejtësia me të cilën u krye disa procedura ngjalli dyshime që po matej pulsi i reagimit shoqëror. Në rrethana të tilla ishte domosdoshme zbardhja deri në detaj e asaj që kishte ndodhur. Pesëmend nëntor 2025, gjykata e Korçës vendos.
Denis Meçe, vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, shkon arrest shtëpie. Leonida Guçe, vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, arrest shtëpie. Arjan Manellari, moskallëzim krimi detyrim paraqitje. Bultan Shkullaku, moskallëzim krimi detyrim paraqitje. Pas 15 muajsh, afatet e paraburgimit po binin. Çështja kishte ngrirë në pritje të zbardhjes kamerave të sigurisë të sekuestruara në lokalin Stropska, ku ndodhi ngjarja. Pamjet e fshira dërgohen jashtë Shqipërisë për rikuperim, por vonesa në kthimin dhe analizimin e tyre duket se është përdorur nga palambrojtëse dy personave të akuzuar për vrasje për të kërkuar zbutjen e masave të sigurisë. Fillimisht Leonida Guçe u hetua vetëm për moskallëzim krimi, por në muajin e 9 të hetimeve, prokuroria zbulon se ai ka qenë pjesë aktive në dhunimin e Progës. Sipas dëshmive të pandehurve dhe ballafaqimeve të bëra në paraburgim, Guçe e godet Progën brenda lokalit, ndërsa jashtë e godet Denis Meçe. Nga kamerat që u arritën të rikuperohen, si nga lokali ashtu edhe nga një market përballë, dyshohet se pamjet e tjera janë fshirë me qëllim nga pronari i lokalit, Bultan Shkullaku, si dhe nga Leonida Guçe dhe Arjan Manellari, të cilët dyshohen se kanë përdorur një virus kompjuterik për të zhdukur provat. Kjo shkruhet në aktakuzën në këto momente. Hetimet thonë se Denis Meçe i kërkoi disa herë Progës t'i dredhë cigare. Pas debatit, pasoi brenda lokalit konflikti. Proga goditet fillimisht nga Leonida Guçe, pastaj del jashtë. Meçe e godit me grusht, duke bërë që koga e Progës të përplasej fort në kapakun e një makine të parkuar dhe më pas në asfalt. Disa minuta më vonë mrin ambulanca. Proga dërgohet në spital ku konfirmohet i vdekur. Ekspertiza mjekëligjore përcakton si shkak të vdekjes hemoragjinë në cipën e trurit dhe hemoragjinë në indin trunor pas goditjeve të forta. Vitin e shkuar, kjo quhet një ndër dramat më të mëdha sociale në vend. Për shumë arsye. Sepse një baba humbi jetën gjatë kryerjes së detyrës së tij në shitje të disa perimeve për të mbajtur familjen e tij. E pati protesta të mëdha. Këtë vit çështja duket se përfundoi. Media në Shqipëri e kishte paralajmëruar se kjo do të ndodhte. Interesimi të medias, prokuroria e Korçës i sqaroi se procedimi penal ishte ende në fazën e hetimit paraprak. Sipas saj është hartuar vendimi për ekspertimin e pajisjeve elektronike të sekuestruara dhe ato janë dërguar jashtë vendit me letër porosi. Por deri tani nuk është zbuluar se kush ka ndërhyrë në kamerët e sigurisë, ku mungojnë pikërisht pamjet e ditës së ngjarjes. E pyetur nëse hetimet janë shtrirë edhe ndaj punojësve të policisë, ekspertët apo personat e afërt me autorët, prokuroria është përgjigjur shkurt. Hetimet po vijojnë edhe për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Prokuroria sqaroi se me administrimin e letër porosisë për ekspertimin e pajisjeve elektronike, prokuroria e Korçës do të përfundojë hetimet dhe do të procedojë me dërgimin e çështjes në gjykatë. Dosja e çështjes rezultoi e cënguar dhe ende nuk është përcaktuar se kush e qelloi viktimën. Në aktakuzë thuhet se kamera e brendshme e lokalit përmbante pamje të ditës së ngjarjes, por pikërisht pamjet e ditës së vrasjes janë fshirë. Ekspertët deklarojnë se fshirja nuk mund të ketë ndodhur nga një defekt teknik, por dyshohet për ndërhyrje të qëllimshme. Pas ekzaminimit të kartës së memorjes, zbulohet prania e një virusi që kishte prekur vetëm 2 dosje specifike. Kjo forcon dyshimet se virusi ishte futur për të fshirë ose manipuluar të dhënat. Ndërkohë kamera e jashtme e një supermarketi pranë vendngjarjes përmban pamjet periudhës pas krimit, por me datë vendosur gabimisht, vitin 1970. Në pamje shihen oficerët në vendngjarje, por jo momenti i vrasjes. Në dosje është përshkruar me detaje dhe mënyra e marrjes pajisjeve dhe kamerave të sigurisë nga lokalet dhe bizneset e zonës. Janë sekuestruar dhe pamjet e kamerave të komisariatit policisë Pogradec. Pajisjet u dërguan fillimisht për ekspertizë edhe tek një ekspert privat shqiptar, por sërish filmimet rezultuan të infektuara me virus. Më pas u dërguan jashtë Shqipërisë. Në përgjimet telefonike rezultoi se Arjan Manellari bisedon me Leonida Guçen dhe thot, mos dha ndonjë lek ata, kupton? Më tej flasin se nëse hapen kamerat, del kush e ka qelluar Eglin. Një prej të akuzuarve i tha media se nuk e kam qelluar, po ta kem goditur unë Egli Progën të më japin burgim të përjetshëm. Ai thot se Eglin e ka qelluar Denis Meçe. Ai pretendon se po tentohet manipulimi i kësaj çështjeje. Por çfarë mund bësh kur drejtësia e një vendi nuk lëviz, as nga presioni publik, as nga prova të qarta,
as nga koha që kalon. Normalisht që të mbështetesh tek mekanizmat e kontrollit që janë mbi prokurorinë lokale. Kur një prokurori hesht, zvarrit apo lejon skadimin e afateve, ekzistojnë institucione që mund dhe duhet të veprojnë. Prokurori i përgjithshëm është i pari që ka detyrimin ligjor të ndërhyjë në çështjet ku konstatohen zvarritje, shkelje afatesh, mosveprim, dyshime, ndikim, paaftësi. Ai mund ta marrë çështjen dhe ta delegojë në një prokurori tjetër. Këshilli i lartë i prokurorisë, ky institucion mund të nisë procedimin disiplinor ndaj prokurorëve që nuk respektuan ligjin, nuk zbatuan afatet, dëmtuan çështjen penale, cënuan besimin e publikut. Dhe në këtë çështje, mase mund të ketë qenë hetim brenda normave, ama që besimi i publikut është cënuar, është cënuar. Ky është organi që e jep një masë disiplinore. Sipas ligjit për drejtën e informimit, familjarët kërkojnë raporte zyrtare për ecurinë e hetimeve, arsyet e vonesave, shpjegimin e shkeljes afateve, emrin e prokurorit përgjegjës. Institucionet nuk kanë të drejtë të heshtin, dhe kur heshtin kjo dokumentohet dhe përdoret kundër tyre. Një vit më parë të gjithë u lëritën se u duhej për arsye politike. Sot kjo nuk ndodhi. Kishte protesta të organizuara, por sot nuk ka. Vetëm kur një çështje kthehet në kauzë, institucionet nuk mund ta mbyllin sirtarin dhe të presin harresen. Historia e drejtësisë shqiptare ka treguar një gjë të hidhur, por të vërtet, nuk reagon institucioni përveç se nëse e detyron qytetari. Në këtë vend, shpesh drejtësia lëviz vetëm kur dikush ngre zërin, dikush nuk dorëzohet, dikush e çon çështjen deri në fund. Dhe pikërisht kjo ka ndodhur edhe tek çështja e Egliprogës. Nuk po e mban gjallë prokuroria, por familja. Çdo kush ka të drejtën të zgjedhë anën në këtë vend. E dikush në një moment të caktuar mund të kryejë një krim pa dashje. Por sido që të jetë, ligji thotë se për çdo lloj krimi të kryer, ti duhet ta vuash dënimin. Pak apo shumë, kjo ka pak rëndësi. Aq sa ta shkruaj kodi penal që është në fuqi në këtë vend. Duhet të rrini larg krimit. Natën e mirë dhe paçifat.